Përshëndetje, sot po përgatisim bureka të vegjël tepër të mirë të shishëm edhe mësoni një teknikë si t'i gatuani pa rreth fare. Fillojmë me recetën. Shtojmë 300 ml ujë, një lugë të mesme me kryp. E përzim pak ujin edhe kripën e pastaj shtojmë gradualisht mielin derisa të na formohet brume. Brumin edhe nuk e bëni shumë të butë. Tash pasi që e kena gati, do t'a la që të pushoj për së paku 5 deri në 10 minuta. Pasi brumi të pushoj, atëherë me njëherë brumin marrim edhe ndajmë në 8 pjesë të barabarta. Në këtë rast po përgatisim bureka të vegjël ose 8 burek të vegjël, prandaj edhe brumin po e ndajmë në 8 kuleç ose 8 pjesë. Po e përzim pak edhe po e vrini se sa i mirë brumi bëhet kur pushon. Edhe tash do e ndajmë në 8 pjesë të barabarta. Pasi brumin e kena nda, tash po i formojmë edhe kuleçt. Kuleç do t'i la anash, do t'i shtroj pak miell edhe do t'i la që të qëndrojnë kështu anash. E pastaj do të vazhdojmë edhe do t'i hapim kuleçet në një masi sa të pjatës. Secilin kuleç do ta hapim në këtë mënyrë, pra edhe në këtë madhësi që po e shikoni këtu në video. Me të holluese do t'i hapim në formë të rrumbullakët. Unë ju them se kjo recetë ju bëhet tepër e mirë, tepër e shishme, nëse do ta provoni dhe ju bëf të mirë, pra nuk gaboni nëse e përgatesni. Në një pjatë tjetër po shtojmë pak vaj edhe tash po vendosim pejtën e parë dhe sërish vaj, kështu i lyej me vaj mirë të gjitha pejtat një nga një, duke e vendosur njëra mbi tjetrën, edhe kështu brumi do të pushoje edhe do të na pushon shumë shpejt në fakt, sepse edhe ambienti ku po përgates brumin është i ngrohtë, prandaj edhe nuk do të ketë nevojë shumë me prit, po më njëherë do të vazhdojmë edhe do të hapim pejtat e burekëve. Kështu pra një mbi një derisa të përfundojmë me të 8 kuleçt. Pastaj krejt në fund do t'i mbuloj me nylon foli, do t'i la kështu për së paku 3-4 minuta, jo më shumë, sepse pjesa e parë ose pejta e parë veç më ka pushu duke i përgatitur pejtat e tjera. Edhe tash po i kthejmë nga ana tjetër, po marrim pejtën e parë, që ka pushu edhe është gati që të hapet më lehtë. Vazhdoni edhe bëjmë hapjen tash, po e vrini, pra ka pushu brumi edhe shumë kollaj hapet pejta për me përgatit burekun. Vërtet shkon shumë mirë brumi. Edhe çfarë na mbetet tjetër? Tash e marrim të holluesen. Unë po e përdori këtë që e kam të voglën, edhe skajet, pra kështu do i hollojmë që t'na bëhen të holla, mos na mbesin të trasha. Dhe vërtet bureku do ju bëhet shumë i mirë. Mundeni me i spërkat nga pak vaj, po mundeni edhe pa vaj, nëse nuk doni. Edhe tash unë kam vendos burekut me i mbush me gjizë. Shtojmë gjizë sipas dëshirës, pra mund të shtoni më pak më shumë, krejt varet që shi doni ju. Edhe pastaj i mbështjellim, ju japim formën dhe i vendosim në tepsi. Po e vrini, pra bëhet burek tepër i mirë, i holl, i shishëm. Unë ju garantoj se vërtet po ta përgatisni kështu si unë këtë metodë të përgatitjes, keni me përgatit burekat më të shishëm edhe më të mirë. Vërtet po përgatisim diçka tepër të mirë të shishme për iftar, ose mundeni me përgatit edhe për sefer, pse jo këtë lloj të burekut. Vazhdoj me mbështjellim edhe drejt edhe në tepsi. Pasi të përfundoj me krejt, mandej vazhdojmë edhe i pjekim. Tash pasi kena përfundu, tepsien e kemi gati, vazhdojmë mbi i lyej me pak vaj që ka mbetur, edhe në furrë. Furrën e shporetit mos harroni që duhet ta nxehni në 250 gradë për së paku 10 minuta para se me shti me i pjek, e pastaj i pjekim në 250 gradë për 15 minuta, ose ju do ta shikoni kur do të skuqen mirë mbi. Atëherë mund të themi që bureku është pjekur mjaftueshëm.
Pasi të heqim nga furra, mund t'i mbuloni me njëherë ose do t'i lyeni pak me djalp ose margarin, edhe për 5 minuta këto janë të gatshme edhe mundemi me fillu edhe me i hangër. Janë ideale kur keni thirrur mysafir ose për vete. Na bëfshin mirë, nëse do ta përgatisni recetën, ju bëftë mirë të gjithëve. Mirëmbëjtje.